Hidri, sekreti i dijes së fshetë që sfidoi edhe profetin Musa a.s. Në historinë e shpalljes hyjnore, ekziston një rrëfim që trondit logjikën njerëzore dhe sfidon mënyrën si ne e kuptojmë drejtësinë, dijen dhe urtësinë. Është historia e takimit mes profetit Musa a.s. dhe një njeriu të mençur i njohur si Hidri, një rob i zgjedhur nga Allahu, të cilit i ishte dhënë një dije e veçantë, e fshehtë për shumicën e njerëzve. Ky rrëfim vjen drejt për drejt nga Kurani në surën Kaf dhe është komentuar gjerësisht nga dietarët. Historia fillon kur profeti Musa a.s., një nga profetët më të mëdhenj, pyetet: kush është njeriu më i ditur në tokë? Ai përgjigjet: unë. Por Allahu e korrigjon duke i treguar se ekziston dikush që posedon një dije që ai nuk e ka. Kështu nis një udhtim i jashtëzakonshëm, një udhtim për të mësuar për ulësinë dhe kufitë e dijes njerëzore. Musa a.s. udhton derisa takon Hidrin, një figurë mbështjellë me mister. Ai kërkon leje ta ndjek për të mësuar prej tij, por Hidri i vendos një kusht të fortë: ti nuk do të mund të durosh me mua dhe nuk duhet të më bësh pyetje derisa unë vetë ta shpjegoj. Musa i pranon dhe kështu fillon një seri ngjarjesh që në pamje të parë duken të padrejta, madje të pakuptueshme. Ngjarja e parë: Ania. Ata hipin në një anije që u përket disa njerëzve të varfër. Pronari anijes i pret me bujari, pa kërkuar pagesë, por papritur, Hidri dëmton anijen. Ai hap një vrim në të. Musa a.s. tronditet: a e dëmtove që ti fundosësh njerëzit e saj? Kjo është diçka e rëndë. Por Hidri i kujton kushtin: mos pyet. Musa i kërkon falje, por tensioni rritet. Ngjarja e dytë: djali i ri. Më pas ata takojnë një djalë të ri, pas një paralajmërim, Hidri e vret atë. Kjo është pika ku Musa nuk mund të heshtë më. A vrave një shpirt të pafajshëm pa të drejtë? Kjo është një gjë e tmerrshme. Përsëri, Hidri i kujton marrëveshjen dhe i thot se nëse e pyet edhe një herë, do të ndahen. Musa i tronditur pranon edhe një herë të duroj. Ngjarja e tretë: muri i dy jetimëve. Ata arrin në një qytet ku banorët refuzojnë t'u japin ushqim apo mikpritje. Megjithatë, Hidri sheh një mur që po shembet dhe vendos ta rindërtojë, pa kërkuar asnjë shpërblim. Musa a.s. i habitur i thot: po të doje, mund të kishe marrë një pagesë për këtë. Kjo ishte pyetja e tretë. Dhe marrëveshja përfundon. Zbulimi së vërtetës. Në këtë moment, Hidri zbulon sekretet pas veprimeve të tij. Sa i përket anijes, ajo i përkiste disa njerëzve të varfër që punonin në det. Përpara tyre ishte një mbret tiran që konfiskonte çdo anije të mirë. Duke e dëmtuar pak, Hidri e shpëtoi atë nga grabitja. Sa i përket djalit, ai do të rritej si mosbesimtar dhe do t'i sillte vuajtje prindërve të tij besimtar. Allahu do t'i zvendësonte me një fëmijë më të mirë dhe më të pastër. Sa i përket murit, ai i përkiste dy jetimëve dhe poshtë i ndodhe një thesar i ruajtur për ta. Babai i tyre kishte qenë njeri i mirë. Rindërtimi i murit siguroi që thesari të mbetej i fshehtë derisa ata të rriteshin. Në fund, Hidri thot: unë nuk i bëra këto me dëshirën time. Kjo është nga urtësia e Allahut që ti nuk mund ta durosh. Ky rrëfim, sipas dietarëve si Ibn Kathiri, është një mësim i thellë mbi besimin në caktimin hyjnor dhe kufijtë e arsyes njerëzore. Ndërsa te Bariu thekson se kjo histori tregon se dija e Allahut përfshin atë që ne e shohim dhe atë që ne nuk e kuptojmë dot. Në traditën islame, Hidri shihet si një rob i drejtë i Allahut, ndoshta profet ose dietar i zgjedhur, që zotronte një dije të veçantë, një dije që nuk mësohet me libra, por jepet si mëshirë hyjnore. Historia e tij me Musa a.s. mbetet një nga rrëfimet më të fuqishme në Islam. Ajo na kujton se jo çdo gjë që duket e padrejtë është e tillë në thelb, dhe se pas çdo sprove, çdo humbje apo çdo ngjarje pa kuptueshme mund të fshihet një urtësi që vetëm Allahu e di. Ndoshta kjo është arsyeja pse historia e Hidrit vazhdon të frymëzojë miliona njerëz edhe sot, si një thirrje për durim, për ulësi dhe besim të plotë në planin hyjnor.